Delegacionet ruse dhe ukrainase ndodhen në Stamboll për një raund të dytë bisedimesh për paqe, disa orë pasi të dyja palët kryen sulme gjatë natës. Mikprisit delegacioni turk ishte i pari që mbërriti, pasuar nga rusët dhe ukrainasit rreth 7 minuta më vonë. Nuk ka një afat kohor se sa do të zgjasin bisedimet, por raundi më parshëm zgjati më pak se 2 orë. Të dielën Kievi nisi 117 dron në baza ushtarake thellë brenda Rusisë, pas sulmit më të madh ajror të Moskës ndaj Ukrainës natën e kaluar. Të paktën 13 avion luftarak rus u shkatërruan në sulmin me dron të së dielës, bën të ditur zyrtar të Ukrainës, me Zelenskin që e cilësoi operacionin si një rezultat absolutisht të shkëlqyer. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov foli një ditë më parë në telefon me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, njoftoi Moska. Në një deklaratë në aplikacionin e mesazheve Telegram, Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë bëri të ditur se 2 zyrtarë të lartë shkëmbyen pikpamje mbi iniciativa të ndryshme që lidhen me një zgjidhje politike të krizës së Ukrainës, duke përfshirë bisedimet e sotme. Sipas agjencisë ruse të lajmeve TASS, Lavrov tha se Moska është gati të paraqesë sot zyrtarëve e Ukrainës një memorandum mbi të gjitha aspektet e kapërcimit të besueshëm të shkaqeve rrënjësore të krizës.